Policia blen 41 automjete të reja për patrullim në gjithë vendin. Këto automjete do të shërbejnë njësive patrulluese në të gjitha drejtoritë rajonale si pjesë e rritjes së kapaciteteve operacionale dhe afërsisë me qytetarët. Drejtori i përgjithshëm i policisë, kolonel Gazmend Hoxha, tha se sigurimi i automjeteve shtesë është pjesë e objektivave të planit strategjik të zhvillimit. Me këto automjete ne po forcojmë qasjen tonë proaktive dhe po garantojmë një përgjigje më të shpejtë ndaj kërkesave të qytetarëve, tha Hoxha gjatë ceremonisë së dorëzimit. Nga 41 automjetet e reja, 35 janë limuzina, ndërsa 6 të tjera janë gjipa të destinuara për zona që kërkojnë akses të vështirë dhe mbulime të gjerë patrullimi. Qëllimi ynë është që oficerët e patrullave të kenë mjetet e nevojshme për të qenë aty ku qytetarët kanë nevojë për to, shtoi Hoxha. Sipas menaxhmentit të Policisë së Kosovës, investimi pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e efikasitetit, transparencës dhe besueshmërisë në institucion. Kjo është një dëshmi e angazhimit tonë për bashkëpunim më të fortë me komunitetin dhe komunikim më efektiv, theksoi Hoxha.